Deputetët Pjerin Ndreu dhe Arben Doka fitojnë pafajësi në gjykatën e lartë për goditjen për shkak të detyrës ndaj deputetit të opozitës Gent Strazimiri. Kolegji penal i kryesuar nga Ahmedi Bici vendosi të pushojë çështjen penale në ngarkim të dy deputetëve 8 muaj pas marrjes si të pandehur nga Prokuroria e Përgjithshme e Ndreut dhe Ndokës. Pushimi i çështjes sipas kolegjit vjen për shkak se në shqyrtimin gjyqësor ka rezultuar se nuk ka vepër penale dhe për këtë arsye u shpreh Bici, prokuroria nuk duhet të kishte nisur procedim penal. Ndreu, i cili kishte zgjedhur të ishte i pranishëm në seancën e vendimit në ndryshim nga kolegu i tij Ndoka, i cili mungoi, u shpreh se prokuroria duhet të merret me çështje që vërtet shqetësojnë vendin dhe jo të sajojë një proces si ky. Gjykata thjesht dha një vendim dhe dha një konkluzion. Ne nuk kemi mohu momentet e gjaknëzësisë, nuk kemi mohu se s'ka pas një konflikt. Po kjo nuk do thotë se konflikti plasi për shkak të detyrës. Pra ka fakte juridike mbi cilat ndërtohet një çështje dhe është prokuroria që ka detyrë funksionale të t'i gjejë dhe t'i paraqesë në gjykatë. Fatkeqësisht nuk gjeti asgjë. Për dhunën e ushtruar më 10 korrik 2014, siç dhe shihet në këtë video, prokuroria kërkoi dënimin e Ndreut dhe Ndokës përkatësisht me 8 muaj dhe 1 vit burgime, konvertuar më pas në orë pune në komunitet. Vetë deputetët kërkuan pafajësi gjatë procesit duke pranuar se goditën kolegun e tyre, por duke mohuar se kjo kishte ndodhur për shkak të detyrës.